buqim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Shpresoj të kënaqesh, unë kënaqem shumë në fakt, pero goxha shumë bukur ato. Nuk ishin shumë ditë. E kuptova që nuk ishin shumë ditë në momentin që po goxha gati për të ikur, kuptova që mos sikur të isha dhe një javë tjetër do ishte ato. Po ky është efekti i vendeve të bukura. Edhe i njerëzve në të cilët janë. Ke punuar mjaftueshëm këtë vit që ti kesh fituar pushimin. Ti s'ton plej. Po besoj që po. Kam studiuar dhe kam punuar mjaftueshëm sa tani mezi po pres që të takoj sërish familjen edhe të qetësohem larg zhurmës së Berlinit, larg streseve, po larg edhe përgjegjësive, pse jo. Është bukur, shumë e larg mezi për të kthesh. Po gjithsesi Matilda, faleminderit që podcast. Njerëz, gjithë përshëndetje, juve që bëni të podcast, siç e dini në çdo episod tjetër, ky episod ka dalë më përpara në Patreon dhe juve që po shihni nga platformat e tjera, ju ftoj që të bëni like, subscribe, komente dhe çfarë do shihni juve dhe në qoftë se ju duket e arsyeshme dhe japoni në Patreon. Matilda, ma mendoj se ti ke parë një pjesë të episodeve. Po. Mbasi jo të gjitha. Shumë. Okej. Do doja të merr thjesht pak kohë, domethënë jo si një intervistë pune, ose jo si në orën 15, domethënë, po thjesht për të treguar pak, domethënë se kush është Matilda dhe çfarë bën. Nga tjanës. Zakonisht nga fillimi. Jo, në fakt më tjanës është edhe nga fundi për shkuar të fillimi. Edhe kjo do të ishte një... Do përkate më shumë përmendje nga... Kur e ke ndërtimit të historisë. Megjithatë, po, unë jam Matilda, prej gati 4 vitesh studioj dhe punoj këtu në Berlin. Vi nga qyteti i Korçës, nga Parisi i vogël i Shqipërisë. Te Korçë. Po. Me shumë prenari e mbart këtë lloj identiteti kudo ku shkoj dhe kudo ku me këdo që flas, le të themi. Është ajo pjesa e trashëgimisë dhe identitetit që ty të përndjek kudo dhe pjesës së cilës ti kërkon të andash edhe të tjerëve, edhe të bisedosh me të tjerë. Prej 4 vite studioj në Berlin, jam duke kryer doktoraturë, studime doktorale tashmë dhe gjithashtu jam angazhuar edhe profesionalisht në parlamentin gjerman. Ke filluar shkollën këtu në Gjermani apo ke e studiuar tashmë domethënë dhe kam përfunduar gjimnazin me rezultate shumë të larta me ditë 0, më pas kam studiuar gjuhësi dhe letërsi në Tiranë 2 vite, vitin e tretë kam bërë këtu në Berlin me anë të një programi shkëmbimi, edhe në kuadër të një projekti që ne kishim atëherë në departamentin e gjuhësisë për ndërtimin e një prej korpuseve më të rëndësishme për gjuhën tonë, të gjuhës shqipe, i pari i atij lloji. Dhe më pas më pëlqeu shumë kultura këtu edhe... Shiko se një personat e rrallë, që thotë më pëlqeu shumë kultura, më pëlqeu shumë... Po sepse unë kisha studiuar më përpara dhe letërsi gjermane. Pavarësisht se gjithmonë në ëndrat e mia ishte që duhet të bëja një master në Angli, sepse dija dhe gjuhën shumë mirë. Megjithatë kjo ishte një pikë kthese në jetën time. Më pëlqeu shumë vendi edhe veçoritë e universitetit, e jetës universitare në përgjithësi, e autonomisë akademike në një farë mënyrë, dhe vendosa që ta aplikoja edhe për master. Fitova një bursën e DAD-s. Kam bërë studimet master në mes të pandemisë, kur gjithçka ishte mbyllur dhe më duhej të dëgjoja leksionet të gjithë kohës nga monitori i laptopit. Po thuaj se pa as edhe një socializim, ashtu sikurse për gjithë njerëzit. Megjithatë, kjo ishte një vështirësi e shtuar në atë periudhë, për shkak se ti fillon studimet në një vend të ri, por edhe të duhet të përshtasësh mënyrën e jetesës, jo vetëm në çështjet akademike, por edhe në anët e tjera të jetës. Kështu që prandaj ishte një sfidë e shtuar. Ka 2 lloje eksperiencësh për nëse më ndërpres pak për pjesën e pandemisë, domethënë ka një grup njerëzish që janë ndërruar zakonisht shumë keq, domethënë që janë më keq që kishte ndodhur jeta sociale po flasim shumë për studimin dhe jetën akademike, domethënë një pjesë njerëzish që kanë shumë vështirë, nuk janë dot gjithë të bëjnë ato,
Ka njerëz të tjerë pastaj puna që kanë lulëzuar. Sepse mua ai fleksibiliteti që më jep ajo pjesa që nuk shumica e tyre ishin që duhet ishte prapë në ato orë, domethënë të logohesh, po kishte disa të tjera që ishin fleksibilitet. Dhe unë tek ato që ishin materiali ngarkuar, domethënë që mund të rishifje në çfarë do në momenti të ditës apo të natës, domethënë atë do la shkëlqyer fare, domethënë ato të tjera, siç ishte përpara, domethënë për ty ka qenë më vështirë apo më e thjeshtë apo nuk di ta them, por di që ja dola, sepse më ka pëlqyer si periudhë, për të vetmen arsye se kisha kohë mjaftueshme për të marrë me gjërat të cilat unë vërtet doja të kushtoja kolit, themi. Masteri ishte i vështirë, materialet ishte plot, leksione, seminare që duhet ti ndiqje. Kjo pjesa e socializimit ishte ajo që më mungonte gjatë asaj periudhe, megjithatë koha kaloi shumë shpejt, si për herë, dhe mbylla studimet master. Në përfundimin të studimeve master kam bërë edhe një internship në Oxford, në UK, sepse ishte pjesë integrale e masterit. Aty pastaj ka filluar të ndryshojë gjithçka sepse ishte edhe gati fundi i pandemisë. Ka qenë një periudhë super e bukur për mua. Jam kënaqur pafund, kam marrë eksperjenca shumë të bukura edhe atje në fushën e mësimdhënies, por edhe në fushën e projekteve në bashkëpunim me universitetet europiane. Më pas jam rikthyer, por gjatë gjithë kohës teksa unë bëja masterin e kisha shumë mirë të qartë idenë se doja me patjetër të vazhdoj studimet doktorale. Pjesa akademike ka qenë gjithmonë pjesë. Doktorale në çfarë rriti? Doktoratura. Pra, të isha pjesë akademike. Gjai idenë, domethënë se për çfarë do të shkruani doktoraturë? Gjatë asaj periudhe në fakt ndodhi fatkeqësisht edhe lufta e Rusisë ndaj invazioni rus ndaj Ukrainës dhe ishte një sfidë kjo pastaj për të krahasuar edhe për të analizuar diskursin mediatik të vendeve të ndryshme rreth këtij fenomeni. Kështu që gjeta një profesor, bisedova gjatë për sa i përket propozimit se çfarë do të merrja si temë. Kam përpunuar temën, datë 20 faqe propozim, pra ekspoze, dhe më pas kam aplikuar edhe për një bursë, që ishte bursa e Konrad Adenauer Stiftung. Gjë që shkoi perfekt, e fitova bursën dhe fillova studimet doktorale. Analizës të diskursit. Kisha një farë eksperiencë, kisha edhe një dëshirë kështu të përhershme për të marrë me ndërveprimin e gjuhës, pra të diskursit edhe të politikës. Duke qenë se gjuha një nga mjetet më të fuqishme, për të mos thënë një më i fuqishëm që njeriu që mund ta përdor qoftë në avantazh, por shumë herë edhe në dizavantazh. Me një fuqi të jashtëzakonshme, është shumë interesante për të analizuar, por pse jo edhe për të krahasuar praktika të ndryshme ose paradigma të ndryshme qasjeje, qoftë në fushën mediatike apo në fushën politike rreth fenomeneve të caktuara të cilat na shqetësojnë. Kam patur një eksperiencë edhe temën e masterit e kam shkruar për mënyrën se si pandemia e COVID-19 u kuptua edhe se si u menaxhua në Britaninë e Madhe, duke analizuar diskursin politik të Boris Johnson edhe të dy prej gazetave më të njohura në atje. Dhe pastaj e vijova këtë metodologji, por duke e aplikuar në një terren tjetër dhe në një fenomen tjetër, siç ishte invazioni rus ndaj Ukrainës. Dhe jam duke vazhduar. Si po shkon? Mirë, edhe për çfarë që e dim, patjetër që studimet doktorale është një proces shumë dinamik, është një proces i cili ty gjatë gjithë kohës të përball me sfida që në fillim, në kryet e herës ti nuk e kisha menduar kurrë se do të dilnin gjatë rrugës. Por kjo është kërkimi shkencor në fundit. Është ajo ideja e kërkimit ndaj të panjohurës. Ty duket sikur e ke kuptuar diçka, por në fakt sa më shumë lexon dhe sa më shumë kërkime apo literatura të ndryshme krahason, kupton që në fakt duhet të lexosh akoma më shumë për të parë se ku janë mungesat, çfarë duhet të bësh, për të sjellë në fundit diçka të re, atë të cilën të tjerët nuk e kanë
Ndoshta e kanë thënë në mënyrë tjetër, por ty duhet ta sjellësh këtë me një qasje tjetër inovatore. Bëjmë pyetje domethënë nëse para do kishte një brez të ri ose le të themi diku një person pasional të mbaj bachelorit apo mbas masë, domethënë është unë e përmend me çdo njeri që ka qenë profesor sepse ti ka domethënë mënyrën e këshillimit dhe të zgjedhjes së bën njeri. Për çfarë duhet të zgjidhë një njeri të vazhdojë, një vajzë apo një djalë i ri që mbaror, le të themi bachelorin, masterin dhe është në dyshim. Çfarë arsye duhet të ketë njeriu? Nuk do I vendosim kapak, nuk ka thënë, po që shiko, kjo varet plotësisht nga rrethanat personale të individit, mënyra se si e para është rritur dhe e dyta se çfarë interesash le të themi e kanë shoqëruar këtë individ në faza të ndryshme të jetës. Kur ka qenë fëmijë, kur ka qenë gjatë shkollës së mesme, kur pastaj pas ka bërë universitetin. Megjithatë, ajo që çfarë më vizoja unë dhe që çdo njeri duhet ta ketë parasysh është një lloj pyetje që ne duhet ta bëjmë gjithmonë me veten tonë në faza të ndryshme të jetës. Kush jam unë? Patjetër që nuk ka një përgjigje shtëruese, sepse ti e ndërton identitetin në mënyrë të vazhdueshme. Ndoshta ti mund të jesh ai që sot je ai që nuk e qenë deri dje dhe ai që nuk je akoma në të ardhmen. Dhe kjo është një cikël I vazhdueshëm, krejtësisht normal, por ajo që nuk duhet të mungojë dhe që duhet të mbetet konstante mendoj unë, është pyetja se çfarë më përmbush. Dhe ëndra ime teksa isha në auditorët e Universitetit në Tiranë, por edhe kështu gati një lloj ëndre e cila ka qenë që në vogëli, me 2-3 vokacione të brendshme që unë kam pasur, ka qenë kjo pjesa e diplomacisë dhe akademisë. Pra kërkoja gjithkohës që të isha ndërveprim të vazhdueshëm, të pandërprer me audiencën, për të shkëmbyer ide, për të shkëmbyer pra të biseduar dhe për të rahur ide në një farë mënyrë. Pra akademinë e kam pasur, e kam konsideruar si pjesën të me dhe kam parë veten në auditor që gjithë kohës, nuk është se, për si thuash, ti e di se çfarë kërkon të bësh. Ose dhe nuk mund ta dish se kjo asnjëherë nuk përfundon. Por ndihmë është që në një fazë të caktuar të kesh një lloj ide të kristalizuar të asaj se çka ty të mund të përmbush. Është gjatë interesante kjo sepse pjesa dërmuese, fatkeqësisht pjesa dërmuese e personave ose individëve, njëjtë qytetarëve, shtetasve të tjerë, nuk është se drejt për drejt e dinë në fakt se çfarë duan apo se çfarë. Dhe nuk kanë pse ta dinë, sepse thash në fillim atë si paraqitje që është proces I vazhdueshëm që sepse është e frikshme nëse ti e di çfarë do. Ndonjëherë. Okej. Do të thotë që ti ndonjëherë edhe rregullsia e tepërt nuk të ndihmon. Ose idetë krejtësisht të qarta nuk të ndihmojnë. Ti mund ta di, ose mund të duket sikur e di se çfarë do, derisa përballesh me një realitet dhe kupton se në fakt është tërësisht e kundërta. Prandaj për mua eksperjenca edhe të qenit aty prezent përballë eksperiencës, përballë përvojës, përballë njerëzve, shkëmbimi I ideve, është ajo që kërkon, është ajo që të plotëson portretin, për të kuptuar ndoshta edhe për të hedhur poshtë një ide që ti e ke pasur paraprakisht, që ti ndoshta mund ta kesh ditur që kjo gjë bën për ty, por në fakt kupton që nuk bën për ty. Ideja është tek kurthi që ngrej jetën, sepse unë jam gjithkohës me ty në këtë përshkrim. Domethënë ideja është sepse personat mbasi kalojnë një periudhë të jetës, domethënë fillojnë probleme që nuk ka vetëm ata, ka gjithë secili në mënyrat e veta, domethënë gjithë secili ka gjërat e tij. Por ideja është se kur futesh në një farë lloj rutine, në një farë lloj vargulle persona që mund të kenë pasur potenciale jashtëzakonisht shumë të madhe, që edhe vetë në shumicën e rasteve dhe vetë dinë që mund të kishin bërë diçka më shumë, vjen një moment domethënë që sikur I fiket ajo flaka e brendshme, ngelin vend numërohet dhe as nuk ndërmarrin hapa. Po kjo pastaj varet edhe nga rrethanat në të cilat ndodhesh dhe realiteti ku je, se sa motivues është, se sa motivues janë njerëzit që të rrethojnë, edhe se sa mundësi ke që të ndërtosh një dialog konstruktiv me ta. Dhe kjo është arsyeja pse unë ika nga Shqipëria në një mënyrë, për të marrë një eksperiencë, për të marrë një përvojë tjetër, për të përballur me një realitet tjetër, me një lloj paradigme tjetër, mënyre
të jetuar, një mënyrë të menduar, një mentalitet tjetër. Dhe prandaj tash është e rëndësishme për ta bërë këtë lloj dallimi dhe këtë lloj krahasimi edhe me botë të tjera. Sepse vetëm kështu ti mund ta kuptosh nëse funksionon për ty, nëse idenë që ke pasur kur ke qenë i vogël, nëse ëndrat që ke pasur kur ke qenë ose i e vogël, janë ato të cilat i vërtet i do ose jo. Çfarë ka qenë gjëra që të kanë shqetësuar më shumë në Shqipëri pra, po le të flasim vetëm për pjesën e fundit para se të vijë. Çfarë ka qenë problematika, domethënë, përveç dëshirës për të njohur diçka tjetër që mamën e ka gjithë secili, përsa e shtyr shumë çështje mundësisë të aftësisë, por çfarë ka qenë gjëra që ta mbetësi si nga shkolla apo sa ti që mendoj që ishte një arsye akoma më shumë për të larguar. Si kudo ka plot probleme, edhe unë nuk do rrit të përmend gjithë problemet që ka Shqipëria sot, sepse kjo do kërkonte ndoshta një minuta shumë të gjatë për të analizuar nga mënyra të ndryshme ose nga çështje të ndryshme politike, ekonomike, sociale, kulturore, të gjitha problematikat që shoqëria shqiptare sot për fat keq përballet, qoftë për arsye historike, qoftë për edhe arsye të një mungese të një tradite demokratike në vendin tonë, qoftë për arsye të një mungese të vullnetit nga ana e politikanëve për të sjellë një ndryshim edhe për të dëgjuar më shumë atë se çka qytetarët apo grupet e interesit, siç janë edhe studentët, kërkojnë që të ndryshojnë në vendin e tyre. Megjithatë, ajo se çka do ta përmbledh, ajo se çka më ka shqetësuar mua është një lloj mungese sinqeritetit, e cila vihet re në struktura të ndryshme të shoqërisë, qoftë nga pikpamja institucionale, qoftë edhe nga pikpamja e marrëdhënieve me njëri tjetrin. Nuk po them se nuk ka njerëz të sinqertë dhe të ndershëm, padyshim që ka plot. Po them që në mënyrë strukturale, mënyra e ndërveprimit, institucion i ri, apo dhe mes institucioneve është një lloj mënyre e pasinqertë që pastaj krijon problematika në shumë rrafshe. Më jemi tek sinqeriteti ose jo, ose më se je në dinje debatet ose le të themi çështjes fundit për sa i përket plegiaturave të doktorantëve shqiptarë, duke filluar me dekan, profesor e tjerë. Çfarë shihet? Është diçka që e ke ditur shumë përpara dhe tani doli dhe për ne popullin e thjeshtë, domethënë që nuk kemi të përfshirë, apo ishte edhe për diçka e re, domethënë kur doli sipër? Nuk e dija që ekzistonte, megjithatë rastet tek e tuk i kam ditur, sepse mjafton që ti të përballesh me realitetin aty dhe ndoshta mund të shkojë ndërmend se si persona të caktuar mund të kenë arritur të kenë marrë një titull, por në fakt nuk e justifikojnë atë. Megjithatë mua nuk më lejnë më shihet të mirë të them të drejtën, ashtu sikurse edhe ty. Dhe si më shumë se sa mund ti edhe doktorante. Po, dhe si që e kupton shumë mirë rëndësinë që ka gjithë procesi i kërkimit shkencor, cili padyshim që duhet të jetë për mendimin tim duhet të jetë një proces i shenjtë për sa kohë ti ke zgjedhur ta bësh këtë gjë. Nuk të ka detyruar askush. Pra askush nuk do të detyrohet, nuk është arsimi detyrueshëm, ashtu sikurse të gjithë duhet të shkojnë në kopësht apo në shkollën vjeçare apo në gjimnaz. Por ti e zgjedh këtë. Dhe unë mendoj që nëse i futesh kësaj rruge, duhet ta përfundosh në mënyrë të sinqertë. Dhe kjo është në mënyrë pra duke i përmbajtur të gjitha kërkesave dhe të asaj mënyre qasje korekte, ashtu sikurse në vendet e tjera europiane. Normalisht është jo. Unë mendoj se shembuj të tillë sistemi shkollor shqiptar ka vuajtur domethënë ndër vite si nga mungesa e fondeve të investimeve dhe që janë pothuajse normale për bankarinë, fatkeqësisht gjithashtu. Por dhe nga mungesa e stafit kualifikuar, nga mungesa e infrastrukturës, nga mungesa e shembujve të suksesshëm në jetë, që është diçka shumë e madhe, domethënë që shikon një person që ka studiuar ka arritur diçka dhe nëpërmjet kësaj ka krijuar ose ka arritur misionin e vet. Dhe për mendimin tim kjo ishte një goditje gropostëse
që të një titull doktorature, domethënë apo çfarë lloj titulli të provohet në të lloj mënyre, domethënë sepse edhe ato batutat apo anekdotat që thoshëm përpara mos e ka marrë me lek apo nuk e qëndër shkollën, domethënë se ti e merr me mund, ai ti e merr me lek, një të dy dhe një vend pastaj. E deprimojnë një brezë. Nuk kanë më as dëshirë, por nuk kanë më besim që ky sistem do i çojë diku, nëse një person i tillë që është shkelje flagrante, unë nuk e di se çfarë dënimi mund të bëhet me to, nëse duhet të ketë ka instanca që merr këtë punë, por që deri në revokimin e titullit, deri në heqjen e titullit pastaj. Ashtu sikur se ka ndodhur, ka raste plot edhe në Europë, ku ministra apo kryeministra janë kapur me pas shumë viteve, pra është konstatuar se doktoratura e tyre mund të përmbajë pjesë plagjature dhe u shkërkuar revokimi, pra heqja e titullit, dhe ata janë trishur mbrapsht, kanë thënë më fal, kërkojnë ndjes, unë po lek vendin e punës, të detyrës publike, dhe po të rriqen mbrapsht. Ndërkohë që në Shqipëri kjo nuk ndodh sepse këtë gjë që bëjmë shumë mirë Matilda, se ti se e cekë bukur që ai kanë dyshime për pjesërisht plagjaturë. Këta persona që i kanë nxjerrë tavlan Moga që përshëndesim, e kishin copy paste në po. Nuk kishin asnjë fjali nga vetë aty. Është shpërim. Është shpërim. Tjetër shumë po, tjetër shumë mirë që është mund të sjell shumë pasoja negative. Megjithatë, ajo që bën diferencën dhe që për mendimin tim është pasoja më negative e mundshme, është shembulli që kërkon që jepet tek brezi i ri. Dhe me këtë lloj shembulli vritet shpresa. Vritet besimi se në fakt në Shqipëri, në vendin tonë, gjërat mund të funksionojnë një ditë. Unë kam ende të shpresë, ndoshta jam idealiste. Tani që jam duke u përfshirë edhe në politikë, edhe jam pjesë e një strukture të zemrës së demokracisë gjermane, siç është parlamenti gjerman, dhe i shoh gjërat nga afër se si funksionojnë, se me sa përgjegjshmëri edhe sa korrektësi dhe se si bëhen të gjitha proceset politike, e kuptoj shumë mirë se sa e rëndësishëm është sjellja korrekte me njëri tjetrin, por edhe shembulli që përcjellet. Për të kuptuar një mentalitet të ri ose për të ofruar një mentalitet të ri të mënyrës se si mund të kryhen detyrat në mënyrë shumë të mirë, edhe për të parë për t'i dhënë besim brezit të ri se shikoj gjërat mund të bëhen. Unë mendoj se ne si shoqëri përgjithsisht duke u nisur nga ato probleme që ti preke në fillim fare, si nga mungesa e demokracisë ndër vite etj. Mendoj se Shqipërisë nganjëherë në një mënyrë kartuneske duhet edhe kështu një lloj predikimi biblik që ti bëhet popullatës, sidomos të rinjve që puna e zellshme, pastër, pa gabime dhe pa një qafë shpërblet. Unë mendoj se ne kemi busullën komplet të orientuar në këtë pjesë, domethënë, dhe çdo lloj individi në çdo lloj fushë, se më e bukur është ndodh në një dyqan ku shitet byrek, ndodh edhe në ministri e njëjta gjë thjesht në skala të ndryshme. E thash që është strukturale. Dhe kur është strukturale, thotë që prek të gjitha hallkat e sistemit. Pra ne nuk po themi që diku ka njerëz më të mirë se diku tjetër, ne po themi që njerëzit mund të jenë shumë të mirë, por fakti që një pjesë e sistemit dhe sistemi në një farë mënyrë nuk funksionon siç duhet, do të thotë që edhe ti nëse do bëhesh pjesë e këtij sistemi, ose do asimilohesh, pra do bëhesh njësh, ose do dalësh jashtë. Nuk do futesh dot. Po si sot vjen i rushin e piqet, ose kalve në rast. Të kthehemi prapë në përgjithësi Bundestag, si arrite të rinë Bundestag? Më trego pak atë pjesën e hyrjes në fillim se si. Po, fillimisht në vitin e kaluar kam kryer një praktik në kuadër të një programi, i cili është një program jashtëzakonisht i mirë, ofrohet nga Parlamenti Gjerman dhe u ofron mundësi gati 90 personave nga gjithë bota për të kryer një praktikë dhe për të marrë një eksperiencë parlamentare ose politike
në zemër të demokracisë gjermane, pranë Bundestagit gjerman. Nga Shqipëria, unë kam aplikuar të themi për vendin tim. Është një program I cili orienton më tepër të vendet e Europës qendrore edhe juglindore. Për të na dhënë mundësinë për të parë se si këto procese demokratike funksionojnë në një areal tjetër. Në një areal tjetër gjeografik, por jo vetëm aq, edhe në një areal tjetër kulturor politik. Kam kryer praktikën për gati 3-4 muaj, ka qenë një praktikë e jashtëzakonshme, jo vetëm për sa I përket atyre se çfarë ti mëson, sepse ka qenë një praktikë e ngjeshur, jo vetëm me leksione, me seminare, për të kuptuar më shumë rreth historisë gjermane, për të kuptuar strukturave politike, dhe më pas dhe për të takuar njerëz të ndryshëm dhe për të bërë këto krahasime, ato që ne I bëjmë përmes kulturave apo përmes krahasime mes kulturave apo krahasime mes sistemeve të ndryshme politike. Edhe me bursantët e tjerë, sepse kemi 119 të rinj nga gjithë bota. Dhe në këtë sens ishte shumë I jashtëzakonshëm. Pas mbarimit të praktikës, kam marrë një ofertë pune dhe kam bashkëpunuar. Oferta ishte, le të themi, në kuadër të kompetencave që unë mbuloja edhe paraprakisht, dhe për mua ishte interesante sepse më duhet të isha përgjegjëse për Europën juglindore, më saktë për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për perspektivën europiane që kanë këto vende dhe Shqipëria gjithashtu. Pra si shfaqpunkt Shqipëria. Me cilin fraksion? Unë jam e angazhuar pranë fraksionit të CDU-s. CDU përgjigja presidenti është qendra e dialogut. Ishte mundësia e rastit apo është edhe diçka që ideologjikisht të interesante që më përpara se sa të filloj praktikën në Bundestag, flas për drejtimin politik? Ka qenë zgjedhja ime në fakt, kur kam plotësuar formularin kur kam aplikuar, duhet të vendosje 2-3 dëshira që ti, pas parti dëshirash që ti doje të punoje, dhe për mua ka qenë zgjedhja e parë CDU dhe pjesa sepse parlamenti gjerman, ashtu sikur të gjitha parlamentet, funksionon mbi bazën e komisioneve të ndryshme, pra komisioni mbi Europën, komisioni mbi familje, komisioni mbi çështjet sociale, komisioni mbi çështjet ekonomike. Dhe dy zgjedhjet e mia kanë qenë CDU-ja dhe komisioni për çështjet europiane. Kështu që I kisha ide të qarta se çfarë doja të bëja. Dhe që të dyja pra le të themi që u plotësua, sepse u vendosa pranë partisë së CDU-s dhe pra kur kam bërë praktikën flasim. Dhe kam qenë angazhuar pranë komisionit ose Ausschussit, që themi në gjermanisht, të Europës, për çështjet me Europën. Sepse gjithmonë kam pasur një orientim kështu edhe kur kam bërë masterin për British Studies, ku kam studiuar për sistemet ligjore të Britanisë në krahasim gjithmonë me Bashkimin Evropian. Dhe kam pasur një interes të vazhdueshëm ndaj bashkimit të strukturave të Bashkimit Evropian, por pastaj për ta lidhur edhe me Shqipërinë, për të analizuar perspektivën e Shqipërisë më afër, le të themi dhe më konkretisht. Mund të kemi edhe informacion të brendshëm të dhënë si duket klima pra sepse ata që mund të kenë ndjekur kohët e fundit dhe zhvillimet politike, tashmë sidomos ose siç e perceptojnë në shtetësi, që zgjedhjet e tjera vjen në pushtet, edhe kjo është le të themi 99% e sigurt, është shbizozi, unë duhet të lloto, nuk ka asnjë problem, por dini që nuk I bën mirë. Si është klima? Edhe nuk më intereson me thënë drejtën shumë për Europën se siç është tani, më shumë për pjesën e ekspansionit të afrimit ashtu quajtur I Ballkanit Perëndimor ose Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bosnjës. Bën këto tre të fundit që luajnë. Si duket? Sepse Mali Zi dhe
Serbia ka një kohë më të gjatë negociatë. Është Malizia dhe Serbia, Jo, janë vetëm vendet të cilat kanë një, pra janë ato të cilat janë të avancuara në rrugën pra drejt negociatave në Bashkimin Evropian. Më pas grupi i dytë. Shpjegimi që 6 vendet e Bashkimit Evropian sipas gjitha raporteve të komisionit, por edhe të raporteve që dalin nga Bundestagu, ndahen në 3 grupe. Grupi i parë i përket Malit të Zi dhe Serbisë, grupi i dytë është Shqipëria, vendi dhe Maqedonia e Veriut, të cilat gjithmonë trajtohen së bashku. Dhe mund të ndodhë që problemet e njërës të pengojnë dhe perspektivën e tjetrës, dhe që për mendimin tim kjo është një metodologji e gabuar për mendimin tim, në mënyrë se si struktura. Një lloj sensi, domethënë kemi një informacion që pse është bërë një mënyrë e tillë që është paketë që qëlloj, domethënë që është Maqedonia, po mund të ishte Turqia, mund të ishte Bosnia, mund të ishte një shtet që ishte akoma më shumë problematik, domethënë. Që ti si Shqipëri nuk është se ke çfarë bën. Nëse e trajton si 2 entitete, domethënë të ndryshme politike, por që fatin ja lidh detyrimisht me njëri, sepse nuk është se kanë një. Jo, patjetër që ato trajtohen veçmas, por le të themi nga pikpamja e avancimit, pra e zhvillimit në reforma të ndryshme, në fusha të ndryshme të jetës, trajtohen së bashku për sa i përket një lloj ngjashmërie, le të themi që mund të kenë. Pra grupi i dytë është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe grupi i tretë është Bosnia-Hercegovina dhe Kosova. Kështu që ne kemi një rrugë shumë gjatë përpara. Pse? Konkretisht. Sepse shiko, ta bëj pyetjen pse dhe dua që kaq të thjesht me një fjalë teke, sepse një pjesë shumë e madhe, domethënë qytetar, ndonjëherë me të drejtë, ndonjëherë me pa të drejtë, domethënë mendojmë që po ne këtë e bëm. Po këtë e kaluam. Okej, kemi të problemet e tjera, po X shtet para 20 vitesh kur është futur kishte akoma më shumë probleme. Shiko, ne në fakt nuk kemi bërë asgjë për sa i përket, sepse çështja e kapitujve tani që duhet hapur dhe përshtatja e kapitujve janë shumë kapituj që duhen përshtatur me legjislacionin evropian. Kjo është gjëja më e vështirë. Dhe grupi parë i kapitujve që duhet hapur dhe që është një domosdoshëm është ai i cili quhet fundamentals, pra gjërat më thelbësore. Dhe këto aspekte më thelbësore janë ato dhe më të vështira për tu arritur nga një shtet. Këto kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës, me çështjet e korrupsionit, dhe këtu nuk flasim për korrupsion të individëve të caktuar, por po flasim për çështje të korrupsionit, ai që quhet në politikë korrupsion endemik. Pra i qarqeve së larta, pra në nivel shtetëror. Se kemi vetëm me ato, nuk ne jemi si një, ke parasysh se të pleqë janë smurë dhe nuk vend këto fare. Dua vetes janë. Po mendoj se në këtë gjendje është gjithë populli shqiptar, domethënë që diçesh i korruptuar, por nuk do që të vetë. Po. Dhe pra ka shumë probleme të cilat kanë të bëjnë me në themelin të gjitha këto aspekte i përkasin dhe i përgjigjen pyetjes së cilësisë së demokracisë dhe të shtetit së drejtës. Kështu që prandaj them, në fushën kulturore, në fushën e universiteteve, për shembull, ndoshta mund të jenë pak më të thjeshta për të përshtatur, me anë të programeve të ndryshme. Megjithatë, ato të cilat ne duhet të ngulmojmë për të bërë detyrat e shtëpisë, janë to çështjet thelbësore që duhen përshtatur dhe në një farë mënyrë duhet arritur niveli i duhur për të treguar familjes së madhe europiane që dhe ne mund të bëjmë mund të kemi një organizim shteti të tillë që t'i përngjas sadopak atyre të demokracisë evropiane. Po si ta bëjmë? Se është për një individ në shtëpi është vërtet edhe pak abstrakt, domethënë sepse në qoftë se ti nuk ke shumë kohë që të bësh një kërkim, domethënë se si funksionojnë gjërat, çfarë na kërkohet ne dhe çfarë ne kemi dhënë apo çfarë duhet japim në këtë rast që ti përmendë. Ta shikojnë individin. Shikojnë perandorin që del në foto me filarin, me fistekun, me presidentin e një shteti apo një tjetër, dhe duket që po këta e duan këtë, ne s'po bëjmë ne që gabim. Po ka një perceptim tjetër, domethënë ideja është ka shumë perceptime
Pra, është perceptimi i popullit, është perceptimi i partisë në pushtet, i qeverisë, është perceptimi i opozitës nga ana tjetër, është edhe perceptimi i ndërkombëtarëve. Jo domosdoshmërisht të gjitha këto pikë gështrime mund të takohen. Edhe të themi që siç e sheh një palë mund ta shohë edhe pala tjetër. Dhe këtu qëndron çështja e vështirë, por këtu qëndron edhe e bukura mendoj unë, e përballjes së këtyre pikë gështrimeve, sepse vetëm kështu mundet që të ketë dialog për të kuptuar se ku qëndron problemi. Në momentin që ti si popull, pra si kategori e caktuar sociale, të shqetëson diçka, do thotë që ti e sheh këtë gjë, ndërkohë që qeveria nuk e sheh. Ti ja kërkon qeverisë, pra e ngre si problem, qoftë në formën e lëvizjeve të ndryshme qytetare, apo në formën e shoqërisë civile, për t'ia përplasur qeverisë në fytyrë dhe për të thënë që shiko, kjo është një aspekt i cili nuk shkon për ne. Ne duam, siç ishte edhe protesta e studentëve në vitin 2019, kam qenë pjesë e saj. Ishte përpara se unë të vija në Gjermani. Ishin ditët e fundit të mia në Shqipëri në atë periudhë. Pra le të themi që e gjithë kjo përplasje e pikëvështrimeve, ndërkohë që qeveria mund të thotë që shiko, nuk e shikoj këtë problem, ku është? Dhe prandaj duhet një zë i fortë, i qëndrueshëm, por edhe koherent, do thosha unë, nga ana e grupeve të tjera, për të treguar, për të identifikuar së pari problemin, e para, shumë e rëndësishme të identifikosh problemin, siç bën studentët, duke parashtuar gjitha pikat të cilat ishin shqetësuese. E dyta, për të ulur në rastin më të mirë në dialog me qeverinë apo me palët e interesit, dhe për të diskutuar në mënyrë konstruktive cilat mund të jenë zgjidhjet potenciale në mënyrë që kërkesat të përmbushen dhe në një mënyrë për të treguar që demokracia funksionon. Sepse demokracia është e popullit. Pra është vullneti i popullit për popullin. Teorikisht. Normalisht. Flasim gjithmonë teori. Një merak që unë kam në këtë pjesë, domethënë, është disbalanca e fuqisë, eksperiencës dhe kapacitetit. Si me studentët atëherë, por edhe studentët e mjekësisë para disa kohësh, domethënë, ti ke një grup që sidomos në fillimin e tyre dim njerëz që shumë interesuar. E dinë ka shumë qartë, ne duam këtë gjë. Mos na marrë diploma, është shumë e thjeshtë. Mëse fillon gjithmonë burokracia. Pastaj si me studentët atëherë dhe tani dërgojnë një lloj komisioni, që një kryeminist apo një drejtor, një ministër, një drejtor apo diçka tjetër, domethënë me 2-3 këshilltarë, të cilët janë me letra formular për të bëj ata, domethënë dhe gjenden përballë studentëve, domethënë që thjesht ajo rruga që do i duke në fillim shumë e thjeshtë, nga aja të bëja që protesto, vazhdo të protestosh të arrinë qëllimin që të arrish atë, dhe në momentin që le të themi kjo e mira demokratike të ulurit në një bisedë të kryer një bashkëbisedim konstruktiv, në fakt i atë rrugën që dukej e drejtë, pak rëndësi ka nisë e drejtë apo jo, bën të duket si ato rruginat e lumeve, domethënë që thjesht vazhdon me sa kam parë edhe nga Dea Guri që shpeshherë poston nga studentët akoma bëjnë bledhe të tilla, domethënë mundojnë të arrijnë diçka. Unë nuk kuptoj shumë qartë sepse nuk jam as në brendësi, por që nga një palë tretë që vjet jam unë në rast. Është ai pikëvështrimi që po thosha. As student mjekësie, as pjesëtar i Partisë Socialiste, domethënë duket që është ky underdog, që gjithë e ka qenë, se çdo njeri që është i shëndetshëm mendësisht e ka qenë atë, që është komplet pa krah, në krahasim me atë lloj sistemi, domethënë që është oktapo 360 gradë. Shumë e vërtet, bie plotësisht dakord me ty. Megjithatë të fillosh të protestosh edhe të jesh pjesë e një aksioni të caktuar, nuk do të thotë që do të kesh sukses në fund. Dhe ti nuk duhet të nisesh me këtë lloj premise. Ja, po shumë bukur të pjesë, po. Nuk, por provë, duhet ta provosh. Po është vërtet unë them gjithkohë, domethënë, shiko, nuk të detyrohet asnjëri, as natyra as zoti asnjë gjë nuk të detyrohet ty që herën e parë që provon diçka, pavarësisht se çfarë është. Nuk ka rëndësi, edhe i të vullushin kosh në mur për të vënë një kornisë. Nuk të ka universi asnjë lloj detyrimi që të funksionojë që herën e parë. Pikërisht.
Po më në thëmë, Leon t'ja fotokotë, sepse ti ke ikur, po që ti e larë, ti e kem të rëzi, ti, po të, ajde këtu ti provoj sa keq është këtu, edhe pasaj... Unë do thosha që është keq. Unë përpiqem gjithmonë ta mbaj të sensin e idealizmit në fakt. Edhe të them që shiko, gjërat edhe në Shqipëri mund të funksionojnë. Tani do thuash ti, ktheu, siç më thon. Vazhdo ktheu ti dhe bëj gjërat të funksionojnë. Por nuk mund të jetë kurse si dhe atsesi, vetëm vullneti i një personi e i cili duhet të ndryshoj gjërat. Sepse nuk funksionon kështu, vetëm në ndonjë botë ideale mund të kisha një shkop magjik unë edhe t'i bëja gjërat të funksiononin aty. Ajo se çfarë dua të them unë është që pavarësisht rrethanave ku ndodhesh, sado të vështira të jenë ato, sërish një individ i cili ka një jo ideal në formë në idealistike kantiane të mundshme, por një ide për të angazhuar në mënyrë civile, në mënyrë vullnetare, në vendin e vet, por duheshin edhe jashtë, kështu siç jemi ne, mund ta bëj këtë gjë, pavarësisht rrethanave. Dhe ty mund të ndalon ashtu sikur se ti je duke bërë këtë seri podcastesh, që për mendimin tim është një gjë shumë e bukur. Dhe tregon se në fakt rinia, të rinjt sot, nuk janë vetëm të orientuar në ato mënyra konvencionale të fituarit të ardhurave, pra duke thjesht punë dhe socializim, por në fakt ka edhe mënyra shumë inovatore, ka mënyra shumë inteligjente, ka mënyra shumë interesante nga pikpamja e përmbajtjes, por edhe e formës, siç është edhe podcasti, për të dhënë një mesazh, për të transmetuar në një farë mënyrë një mesazh në një formë tjetër, edhe tek ata të cilët na ndjekin. Prandaj unë nuk heq dorë asnjëherë nga ideja që edhe në Shqipëri po t'jesh, ti mund t'ja dalësh, të sjellësh një frymë të re. Pastaj është ideja që okay, sistemi nuk mund të ndodhë që gjërat të shkojnë keq, mund të asimilohesh shumë kollaj, ndoshta mund të mos marrësh atë që meriton, po ndoshta edhe mund ta marrësh. Asnjëherë nuk i dihet. Prandaj duhet të ruajtur sensi i optimizmit. Kudo që t'jesh. Ne nuk na i ka shtruar dikush këtu tapetin e kuq dhe kemi ecur. Madje unë thosha ka shumë të vështirë për ta. Madje unë do thosha që ne kemi pasur më të vështirë akoma për të orientuar, për të gjetur busullën në një shoqëri që nga pikpamja kulturore është shumë e ndryshme nga ajo. Unë nuk mundohem të pjesën domethënë të përshtatshmërisë tona mundohem të shmang gjithmonë. Se gjithmonë njerëzit do të thonë që jo plaku shikosi. Ose pse apo thosh mund të rikthesh. Edhe nuk duhet ta zeroj, po më që po ishin tek nisma aktivizmi, ideologjia dhe të besuarit në mënyrë konstante për një kohë gjatë. Koherente, unë e thash fjalën koherente dhe doja ta nënvizdoja. Të jesh koherent, jo vetëm në ide, po të jesh koherent edhe në aksion, pra në veprim. Si të duket lëvizja dua të votoj 2025 që kemi bashkënisur me Arilën nga Arbrin edhe të tjerë që i përshëndesim gjithë. Shumë e mirë, është një shenjë shumë e mirë për të bërë atë ndryshim që ne të gjithë duam. Është një drejtë e cila na takon. Është sikur se kanë të gjitha vendet e tjera europiane që e ofrojnë të vendet e tjera europiane pushtetasë vetë, kudo ku ndodhen. Çfarë të parë diçka? Në çdo lloj gjëje të ndryshme të jetës, domethënë deri më sot po ta kemi duhet të bëjmë këtë gjë si thuhet, si perceptohet në masë. Duhet të bëjmë këtë gjë si Italia, Franca ka kështu, Gjermania ka bërë këtë gjë në të mënyrë dhe funksionon shumë mirë. Është shumë e ndarë shoqëria shqiptare që një pjesë e madhe personave, përsa i përket të drejtën e votës së emigrantëve, shumë duhet mua se si e ka Gjermania apo Italia apo Franca, me juve nuk jeni këtu, nuk jetoni këtu, nuk keni ardha tona, nuk paguani taksa dhe gjitha këto wishy-washy, domethënë që qarkullojnë ko që janë pavërteta nuk ka asnjë nuk përthame gjithsesi. Unë kam vënë që ne vetë nga hiçi, nga ajri, jemi alkimist për të krijuar një lloj arsyetimi nga asnjë. E merr siç e merr çdo gjë në art, në fund nga asnjë gjë mund të nxjerrë një arsyetim që pse
kësaj here dhe kësaj here vetëm, herë izoluar, të gjithë shembujt që ne kemi modele e kanë gabim dhe për herë të parë ne kemi start se ç'e kemi. Unë nuk do rita krahasoj me vendet e tjera fare, unë di thjesht them që vota është e drita më bazë kushtetuese që ne si shtetet shqiptar, përderisa ne jemi shtetet shqiptar. Ne jemi ende shtetet shqiptar, kështu që kjo për mua nuk ka se dhe një diskutim, po ose jo. E drejta e votës është e drejta më naturale, më kushtetuese që ne si qytetarë dhe si shtetet shqiptar, për aq kontribut sa kemi dhënë në Shqipëri, dhe për aq kontribut sa ne japim, se ne vazhdojmë japim kontribut për Shqipërinë. Ne nuk e shiko, njeriu nuk mund të jetë kur qenë izoluar. Pavarësisht se ku shkon, pavarësisht se në një moment caktuar mund të shkoj të punoj diku, mund të shkoj të studioj diku. Sepse nuk funksionon kështu. Pra, njeriu gjithmonë do të jetë i socializuar. I socializuar në vendin ku jeton ose ku aderon për momentin, por gjithmonë i socializuar dhe me vendin e origjinës. Dhe për sa kohë ekzistojnë këto lloj marrëdhëniesh komplekse, pra me vendin e origjinës, me Shqipërinë në këtë rast, me vendin ku ne sot punojmë dhe studiojmë si Gjermania, atëherë nuk ka argument mendoj unë që mund ta hedh poshtë dhe të thotë që shiko, të na privolet themi nga e drejta kushtetuese për të votuar. Vetëm thjesht nga fakti se ne nuk ndodhemi për 1000 arsye, nuk ndodhemi në vendin tonë. Arsye pse unë e përmend nuk është fakti se është një entitet që mund të jetë një parti, mund të jetë... Jo, absolutisht, e kam në nivel ideor. Unë me këto nuk kam problem shumë se këta i kuptoj, unë shumë thjesht për të kuptuar, të krijuar një lloj sistemi, do të thënë që e ketë lidhur me rrjetin të gjithë ndore kontrollon, normalisht emigrantët janë grupi pa kontrolluar, teorikisht, por edhe ose le të themi virtualisht pa kontrolluar shumë nga një qeveri e tillë, pastaj kanë një jetën të dislokuar nga cifrat e X-it apo Y-it, ka princip ka kushtet atje. Ajo çfarë nuk kuptoj unë është që një bashkëpunëtar im që punon diku në Shqipëri, as nuk ka lidhje me asnjë lloj partie ose pak në teorikisht nuk ka lidhje, e thotë që jo, nuk duhet votosh. Tani unë nuk marr për sipër ti kuptoj. Ti nuk duhet i marrë për sipër ti kuptosh, sepse patjetër që për sa kohë ka tema kaq komplekse, si kudo, në gjitha fushat e jetës. Ka njerëz rikthehemi sërish tek ajo pjesa e pikpërshtimeve që thashun, janë perceptime të ndryshme. Dhe bën mirë që funksionojnë, që janë, se të thotë që shikohet në mënyrë diverse një fenomen, kjo mua nuk më shqetëson, se do thotë që ka mendime të ndryshme. Mua më shqetëson vullneti, në këtë rast mungesa e vullnetit të atyre që janë në pushtet për ta parë situatën ashtu sikur sa është për të parë. Patjetër që do ketë zëra në grupe të ndryshme interesi, ato që do flasin pro, kundër. Ashtu sikurse mund të ketë edhe migrant në Gjermani apo në vende të ndryshme, të cilët thonë ç'u duhet mua të votoj për Shqipërinë, për qeverinë. Shkuar që s'do të thonë të njëri të votosh. Prandaj po them, janë zëra të cilët këtë gjë mund ta bëjnë hapur, mund të thonë që ne e duam këtë gjë. Por sërish nuk është çështje dëshire, unë këtë e shikoj pa sens, duke e trajtuar si çështje dëshire. Kjo është një drejtë kushtetuese që ti duhet ta kesh në patjetër. Është sikurse e kanë edhe shoqëritë e tjera. Nëse ne duam të aderojmë pranë shoqërive të tjera model evropian, nëse pastaj nuk kemi aspirata të tjera në rregull, po unë mendoj se duhet të shkojmë drejt kahut të parë. Në krahasim me shoqëritë e tjera dhe sa që përmendëm përpara drejt vullnetit për të pasur ose dëshirës për të parë situatën ashtu si është. Në të bashkimin evropian që ne dëshirojmë kërë shumë të bëjmë pjesë, ndodh ndonjëherë në një mënyrë kaq të qartë, me skandale të ndryshme të qarqeve bashkiake, në Komisionin Autoritar Bashkiak në Shqipëri, korrupsione të kapura kaq në flagrant, të numër, njëra pas tjetrës, nuk do të parë detaje, ku të gjithë janë në hetim dhe asnjëri nuk heq dorë. Thjesht për të vetëm faktin se është hapur, edhe nëse e ka gabim, edhe nëse nuk është real. A është kjo? Jo, nuk është kjo paradigma se si veprohet, padyshim që
Prandaj thash që është një problem i cili duhet kapur nga mënyra se si ti i qasesh. Dhe në Bashkimin Evropian, në shoqëritë të cilat kanë dekada, kanë shekuj demokraci, padyshim që demokracia perëndimore nuk mund të them që është një demokraci që le të themi ka qenë model që prej fillimi dhe vazhdon të jetë model e pandryshuar. Ka kaluar sfida dhe ne sot shohim se si dhe vetë demokracia gjermane sot është në sulmin e shumë rreziqeve të jashtëm, po dhe të brendshme. Siç është edhe rritja e ekstremit të djathtë, që është një problematik jo vetëm në Gjermani, po ashtu sikurse e pamë edhe nga rezultatet e zgjedhjeve në Francë. Me lejo të bisedojmë për diçka të vogël lidhje me Gjermaninë. Unë kam 10 vite. Po. Në asnjë ditë të 10 viteve unë kam dëgjuar asnjëherë rritjen e ekstremit të madh. Asnjë. Nuk ekziston. Kur shumica e personave që kanë jetuar sidomos në qytetet më të mëdha, Berlin, Frankfurt, Hamburg, edhe shumë këto brendpunkte të tjera. Ne dimë që rritja e ekstremit të madh është minimumi po aq e rrezikshme se ekstremit të djathtë. Shikoj. Spektri i kahjeve politike apo drejtimeve politike është shumë i gjerë. Pra, le të themi që nuk ka kufi të caktuar ku fillon një parti, ku mbaron një parti. Ashtu sikurse ka ekstrem të djathtë, që është padyshim shumë i rrezikshëm, narrativa, diskurse të cilat sot përhapen në shpejtësi edhe për shkak të rrjeteve sociale, edhe për shkak të formave të inovatore të komunikimit, një prej të cilave edhe TikToku, sepse çfarë bën ekstremi i djathtë, çfarë bën kjo parti, provokon përmes mesazheve. Shumë të shkurtra, shumë sipërfaqësore, pa përmbajtje, por që janë provokuese. Janë ato të cilat zgjojnë interesin e fokusis, të shoqërisë, apo qoftë edhe të target grupeve të caktuara, sepse ata kanë target grupe të caktuara. Ashtu sikurse është ekstremi i djathtë, padyshim që edhe ekstremi i majt është po aq i rrezikshëm. Por duhet që secili të jetë vigjilent mjaftueshëm për të kuptuar se ku gjenden këto karakteristika, qoftë të ekstremit të majt apo qoftë edhe të ekstremit të djathtë. Të cilat parti identifikohen dhe për mos i votuar. Që secili ka bindet e veta. Ka njerëz të cilët votojnë për të djathtën si ide, ka njerëz të cilët votojnë për të majtën si ide. Megjithatë pakën ata të cilët e kuptojnë, le të themi, se ku qëndron njëri, ku qëndron tjetri, apo se sa e rrezikshme mund të jetë rikthimi i zërave të ekstremit të djathtë në Gjermani, duke qenë se Gjermania vjen nga një background. Unë shoh nga një vështirësi tjetër, domethënë edhe nuk bie shumë dakord edhe nga mënyra e analizimit as nga SPD, as nga CDU-ja, as nga unë mendoj se në sytë e mia po bëjnë një gabim që Amerika bëri me Trumpin, ku ja bëri gjithë, se nuk ka publicitet, pretendoj Facebook-u me metën që publicitet negativ nuk ka. Ka vetëm publicitet. Ne duke i rënë me shkop të gjithë kohës, domethënë, e nxeh ata, e bën në atë mënyrë domethënë që në çdo lloj momenti të ditës ajo rreth asaj qarkullon diçka. Që diçka e tillë po ndodh është fakti që në 10 vitet e fundit domethënë partitë e mëdha kanë dështuar në spektakolar. Domethënë për të sidomos që në Covid dhe kriza e Ukrainës domethënë zori në pa shumë probleme që ishin që nuk ishin vizible deri në atë moment dhe pastaj nxori. Tani në një moment kur shpresa më e madhe që shkruajmë pasi të përshuar që ato të djathtë për ideale, edhe vetëm të majtën për ideale, por shumica nuk kupton në momentin që ky individ që ti ke besuar literalisht tjetër, sepse ai vendos se si do shpërndajë çdo gjë që apo dështon dhe për kohën më të gjatë refuzon ta shohë në sy domethënë dështimin e tillë dhe sidomos këto vitin e fundit mua më duket shumë paradokse kjo gjë se shumë diskurse publike me të gjitha partitë e mëdha më duket pak si në Shqipëri. Po të vëzhre domethënë dilte Lulzim Basha para 5 vite, 6 vite thoshte
ai është i keq, ai ka bërë këtë, ai ka bërë atë, ai ka bërë këtë, ai ka bërë këtë. Gjëva një kaftor të SPD-s të Berlin, domethënë është jo po se ata na kanë lënë këtë, ai s'ka bërë këtë. Shumë të ngjashme. Edhe në mënyrë të frikshme shumë të ngjashme që nuk duhet të ishte shumë të ngjashme. Ke të drejtë, një qasje perfekte, le të themi kështu ndaj politikës, do të ishte që secili, pra çdo parti të fokusohej tek programi i tyre dhe tek zgjidhja e problemeve, ose tek zgjidhja ose tek alternativa që ata ofrojnë ndaj problemeve. Megjithatë në praktikë nuk funksionon kështu, sepse në politikë për të mbushur mendjen elektoratit që të votojë, duhet të bësh një lloj dallimi, një lloj kontrasti. Si e bën këtë dallimi si parti politike? Duke krahasuar veten gjithmonë me oponentin. Sepse nga pikpamja edhe në filozofi, vlera e të ndryshmes, pra dy gjëra janë të ndryshme, pikërisht në atë lloj tipari që i ndan të dyja. Ato mund të jenë shumë të njëjta, totalisht të njëjta. Vetëm mjafton të kenë një vlerë sado të vogël të ndryshme dhe ato i bën totalisht etitete të ndryshme. Dhe prandaj po them që vlera e njërës parti del vetëm nga përqasja me tjetrin si kategori flas këtu. Unë merrem në doktoratur me konceptin e tjetrit, the other, dhe diskursi se si perceptohet tjetri si me të madhe, pra si kategori filozofike, si kategori politike, pra i cili të qëndron përballë. Dhe për mendimin tim dhe për mua kjo është një gabim, sepse edhe CDU-ja, edhe SPD-ja nuk kanë folur mjaftueshëm për disa probleme, duke ja lënë vendin AFD-s për të folur dhe për ta përshkruar, por jo për të folur në mënyrë përmbajtësore, jo për të sjellë argumenta. Por AFD-ja thjesht i ka marrë si problematika dhe i ka risjerë, le të themi, sipas versioneve të tyre shumë sipërfaqësor, shumë të cunguar edhe shumë radikal. Unë nuk bëj me faj ujku, mëse ujku si të sillet se ujk. Unë bëj me faj bariu, që kujdesen për... Dhe kjo është ideja dhe tek të duja tani, që theksi kryesor është të flasim për problemet të cilat shqetësojnë Gjermaninë dhe t'i kushtojmë vëmendje atyre problemeve të cilat janë urgjente dhe që duhet të merremi patjetër, siç është edhe pjesa e migracionit të paligjshëm, siç është pjesa e islamizmit radikal. Në Hamburg, para një muaji u mbajt një protestë e frikshme. Kërkonin vendosjen e kalifatit. E pak. Atëherë, patjetër që këto janë problematika të cilat duhet të trajtohen me shumë kujdes nga partitë politike. Sepse cëllon atë që përbën, më fal që të ndërpres, atë që përbën sistemin themelor të vlerave demokratike të sistemit të shtetit gjerman. Patjetër, por një parti si CDU-ja që Mahamani është duke u rikthyer tash jam shoqësh, por e humbi identitetin. Në sytë e mi, mund të jenë çdo gjë e gabuar, por unë nuk shoh ashtu në sytë e mi. Ambientalizmi ose pseudo-ambientalizmi, sepse këto që bëjmë ta promovojnë kualifikohet në asnjë fushë shkollore inxhinierie, nuk ka asnjë lloj, nuk ka të bëj fare, domethënë është komplet PR çdo lloj, domethënë njësie mace logjike e shkencore, domethënë të bësh projekt ligje siç i kanë kaluar në parlamentin e vitit të fundit. Por nëse një parti si e gjelbër ka, domethënë trupëton këtë gjë me si të gjelbër, trupëton këtë gjë më të madhe. Gabimi më i madh që ka bërë studia dhe SPD-ja, patjetër, është që e morën. Do të thotë, e morën në sytë e mi gjithmonë me pretendimin se nëse ne ja marrim këtë flamur këtyre, nuk do kenë mundësi të ecën përpara dhe qelloi që i dolin keq. Dolin më keq që unë e konsideroj si komunizëm i gjelbër. Unë në fakt po, është një komunizëm i gjelbër dhe është një sëmundje e dyta më e frikshme mbas radikalit të djathtë. Po edhe radikalit të majtë në Gjermani, se unë mendoj se të gjelbërit janë më të rrezikshëm se sa radikalet e majtë për të vetmin fakt sepse të gjelbërit nuk kanë ideal.
Markat pak kanë ideal, ose të gjelbërit janë thjesht, domethënë, jashtëzakonisht shumë. Po duhet të kesh parasysh edhe kontekstin se si u formua si lëvizje dhe se si erdhën relativisht vonë në parlament, programin e tyre. Megjithatë, e tregoi dhe fakti i zgjedhjeve, rezultateve të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian që patën një, le të themi, një dështim drastik. Kështu që për mua kjo nuk është shqetësuese, sepse shiko, pra populli me votën e vet arrin që ta bëjë diferencën shumë të zgjuar. Nuk diskutohet, po duke u rikthyer te problemet si rritja e radikalizmit të djathtë edhe radikalizmi islam, që në fakt si ideologji vetë prapë radikale djathtë, nuk thjesht është një grupim i tjetër personash, se na aty futet prapë. Kemi pastaj Grynet, në gjithë për komunizmi i gjelbër që po flasim. Kemi çështjen e imigracionit të paligjshëm. Çështjen e imigracionit të paligjshëm, por edhe të ligjshëm që kthehet i paligjshëm në momentin që vjen këtu. Edhe kemi një problem që nuk që unë që e përmend të parë, por që e përmend pra tani sepse i përket këtyre pesë që unë shoh për ditë, domethënë që është radikalizmi i maj. Tani, dy problemet më madhore përveç tyre të tjera, domethënë që janë shumë të bukura për media, si ajo protesta islame në Hamburg dhe të tjera, janë goxha shoh, janë të thjeshta për të treguar me gishtin tonë që ky është problem parë. Çfarë është shumë e vështirë për të perceptuar është çfarë të gjelbrit dhe të marrë. Kastillë ne jetojmë në një moment që një punëtor ka se në rreth, me zi del muaj. Dhe ky është fakt. Dhe ka ardhur për shkak se politika edhe pse me një mazhorancë të madhe të djathtë qendrore, domethënë janë bërë në mënyrë të tillë, domethënë të zhvishesh komplet, të dalë fiks në muajin e centrit të fundit, domethënë, dhe normalisht ne të gjithë, nëse ti nuk ke resurse të kohë, qetësinë shpirtërore, atëherë as nuk do lësosh, as nuk do formohesh politikisht, as nuk do dalësh të analizosh të gjitha krahat, por normalisht do presësh. Apo do të thojë që të ligët, apo do presë atë që për disa ti na mbush që thoshë apo na duhet të pari. Për mendimin tim janë të dyja njësoj, janë probleme që kanë të njëjtin rreth. Shumë e vërtetë kjo është, bie plotësisht dakord me ty. Nuk kam çfarë shtoj. Padyshim këto janë problemet si do të bëjë? Padyshim që nuk jam unë deputete, le të themi. Jo, më thënë kënaqësinë shpirtërore, si e mendon ti domethënë si individ, domethënë që ku ose nuk po themi vetëm në detaje, më citoj tani paragrafe, thjesht ku mund të drejtohet fokusi. Domethënë sepse ne dimë që Gjermania është si Gjermania është lokomotivë është shembull për shumë të tjerë rreth e qartë. Po ne flasim për Gjermaninë, flasim në të njëjtën kohë për shumë shtete dhe për të ardhurën e Bashkimit Evropian, nëse mund të thuhet në këtë mënyrë. Ti si individ personal me bindje të politike, por edhe me le të themi dëshira që mund të ke. Ku mendon se duhet të fokusohet? Gjëja ose prioritetet e qeverisë. Prioritetet. Po ka shumë prioritete dhe këto dalin pa nga programi, nga faqja ideologjike e partive politike. Unë mendoj që duhet të jetë në mënyrë të pra duhet të kushtohet e njëjta vëmendje si problemeve brenda vendit, pra politikës së brendshme, ashtu sikurse duhet të trajtohen me të njëjtin vëmendje dhe problemet internacionale. Sepse shumica e problemeve që shkaktohen pastaj, sepse është efekti domino. Pra, shumica e problemeve që shkaktohen në politikën e brendshme vijnë si pasojë e gjërave të cilat nuk funksionojnë në sferën ndërkombëtare, në sferën geopolitike, siç ishte pandemia, pra ne pamë se si kishte mënyra diverse të shumë llojshme të mënyrës se si u menaxhua pandemia nga shtete të ndryshme, edhe pse i përkisnin të njëjtit, le të themi bashkësi të Europës, mënyrat ishin totalisht dhe kritikisht të ndryshme. Siç është tani lufta, siç është lufta tjetër. Pra ka shumë çështje në sferën gjeopolitike. Padyshim që këto pastaj bëjnë edhe orientime dhe riorientime të interesave ekonomike brenda vendit. Siç ishte dhe pjesa e ndërprerjes gazit rus për gjetur pastaj dhe burime të tjera furnizimi.
Që nga përpana logjike, unë kam përmendur edhe në do të përsëritet se nuk dua të bëj po ka qenë duke nisur nga German Engineering, dhe koka shkence, kur hapet sot nuk isha në deni të A ishte standard. Të gjithë si quhen këto shtelën nga të raportet që kishin nxjerrë grupi më i mirënjohur shkencëtarë që marrin që kjo gjë nuk funksionon dhe ti që me dhe këshilltari vetë nuk e kishte informuar. Kështu u tha, po këshilltari vetë nuk kjo është fatkesi. Zërat në CDU për shembull, por plasi ky skandali i gjetur ishin çfarë po ndodh në kuptimin që kjo është një gjë që duhej parë në mënyrë ashtu sikur se ne nga ana e CDU-s menduam që në fillim që jo, ishte gabim që mërojnë. Në pas u vërtetua me prova që në fakt ishte gabim. Por është ajo që ti thua që ka problematika. Kudo, nuk mund të them që sistemi shkon perfekt. Asku nuk mund të shkojë sistemi perfekt. Do ishte mërzitshme që të shohim të vetë. Por kjo është një arsye për të treguar të tjerëve që shiko, çfarë ka bërë mirë qeveria dhe pse nuk duhet të vinë ose cilat do të jenë ato parti që nëse ose pas një viti në zgjedhjet e tjera të qeverisin ato siç e thotë ti lokomotiva ekonomike e Bashkimit Evropian. Që unë më djath kjo nuk është sekret për asnjërin nga ata që na diku. Kufjet apo edhe ideja është se kthehemi pak në problematikë për shkakun që skalën të doja që jetë mira që është pjesa e dyshëndësisë. Mua më falë se nuk më kujtohet emri fiks fare, por ishte një nga ata që në momentin e parë që vjen në pushtet, pushtetia do ligjit pushtet. Atëherë, që ta sqaroj këtë çështje. Nuk ka ndonjë vendim të tillë që kur të vinë në pushtet ne do ta heqim. Nuk flasim për vendim. Po çfarë momenti? Ka një qëndrim, le të themi kështu, me aq sa unë kam lexuar edhe me aq sa kam dëgjuar që në fakt CDU-ja është e mendimit brenda logjikës së tyre, pra brenda logjikës së partisë, edhe të idesë filozofike dhe të djathtës së themi, që në fakt kjo gjë nuk zgjidh problemet, por në fakt i shton problemet. Dhe do ta sqaroj tani. Si? Qeveria, pra anë koalicion, që është sot ajo që udhëheq vendin, i themi u kalua ligji me një prej arsyeve ishte që ne të se më vjen fjalë gjermanisht tani, që ne t'i bëjmë ballë problemit të reduktimit të fuqisë punëtore që ne kemi në Gjermani. Ky është një prej argumenteve. Pra, për t'i bërë ballë këtij problemi ose për ta reduktuar këtë problem, ne po ofrojmë të si alternativë. Pra nga 8 vite, po e bëjmë 5 vite. Se kjo është në rregull. Dhe 3 vite pastaj për ata të cilët janë shtetas ekzemplar në kuptimin e një integrimi perfekt që mund të bëhet. CDU-ja nga ana tjetër mendon që në fakt kjo gjë nuk e zgjidh të pjesën e shkurtimit të fuqisë punëtore. Pse nuk e zgjidh? Sepse që ti të kesh punëtor sot të kualifikuar dhe të integruar, integrimi vërtet kërkon kohë. Nuk është një integrim që unë sot po të jap dokumentin, po të jap pasaportën, pas 3 viteve ose 5 viteve dhe ti je integruar. Nuk e garanton dikush këtë. Pra, duke analizuar problemin nga pjesa, nga perspektiva e qytetarit ose e atij që vjen emigrant dhe kërkon shtetësinë gjermane, në fakt kjo nuk e zgjidh problemin e integrimit. Pra, integrimi vërtet kërkon si proces është një proces i cili kërkon kohë që të realizohet. Dhe CDU-ja mendon, në vend që ne ta ofrojmë këtë si një zgjidhje të shpejtë dhe të pamenduar, duhet nga ana tjetër tu ofrojmë emigrantëve apo atyre të cilët kërkojnë të integrohen, mundësi të vërteta integrimi. Qoftë në aspektin gjuhësor, qoftë në aspektin dhe kulturologjik, apo dhe në atë të tregut të punës. Pra, fakti që ti sot je pjesë e tregut të punës nuk të bën ty qytetar të integruar tërësisht në shoqërinë gjermane. Dhe kjo është logjike apo jo? Pra kjo është e parë. Pra është një argument që CDU-ja
Pra, e rrezon poshtë qeverisë sot. Sepse ata mendojnë që përmes kësaj do zgjidhin këtë pjesën e mungesës së fuqisë punëtore, ndërkohë që ato do thotë jo, sepse nuk e zgjidh kjo gjë. E dyta është procesi që integrimi kërkon, siç e thashë edhe një herë, kërkon një kohë shumë të gjatë. Dhe nuk është mënyra që ti mundet, unë po flas gjithmonë nga ato se çfarë thotë duja, po flas se sa dakord jam unë apo sa dakord nuk jam unë. Po flas me qëndrimin e tyre. Pra, integrimi vërtet nuk bëhet përmes dhënies së pasaportës pas 5 viteve, sepse është thjesht një dokument, mund të jetë falsor totalisht, por bëhet përmes, pra si të gjejmë se duhet është e angazhuar, si të gjejmë mënyrën që ne të integrojmë vërtet emigrantët. Dhe ata vërtet pastaj kur ta marrin pasaportën të jenë qytetarë të integruar në shoqërinë tonë. Unë më shumë duhet të përmbash fakti të mbajtjes së dy shtetësive se sa përshpejtimi. Po, pastaj kalojmë edhe aty. Patjetër që janë të shqetësuar, duke parë edhe këto problematikat dhe problemet e mëdha dhe sfidat e mëdha që sot shoqëria gjermane është duke u përballur, siç është ekstremizmi i gjatë, siç është radikalizmi, islamizmi radikal me radhë, janë të shqetësuar për sigurinë e vendit. Pra duke e mbajtur në shtetësim, nuk po flasim për ne si imigrantë, po flas për një imigrant. Duke mbajtur dy në shtetësi, do të thotë që ti jep të drejtën atij të votojë në vendin e vet të origjinës, ku ne dimë shumë mirë që jo të gjitha vendet e botës janë demokraci, ku ai mund të zgjedhë një autokrat në vendin e vet, vjen në Gjermani indikuar për të zgjedhur një të qendrës së djathtë, për shembull, për të zgjedhur një radikal të djathtë, për të zgjedhur një radikal të majt, sepse e ka mësuar shumë mirë qasjen ndaj autokratit në vendin e vet të origjinës. Dhe për të ruajtur, le të themi, vlerat e demokracisë së shtetit gjerman, të duja mundon që kjo gjë, mbajtja e dy në shtetësive, mund të sjellë probleme për sa i përket sigurisë dhe cilësisë së demokracisë nesër pas nesër për shtetin e tyre. Flasim për persona të cilët kërkojnë ta dëmtojnë gjithmonë shtetin gjerman. Nuk po flas për të gjithë personat, po flasim për pra ata janë argumentet e tyre këto, nuk janë argumentet e mia. Pra duke i dhënë të drejtën ti, të drejtën e votës, do të thotë që ati i ke një personi potencial, flasim për gjithmonë persona potencial, për të zgjedhur autokrat në vendin e tyre të origjinës, i jep mundësinë për ta bërë këtë gjë edhe në Gjermani dhe vërimisht për ta dëmtuar demokracinë gjermane. Flasim për një rast, flasim për mua. Flasim për mua, flasim për një kështu në mënyrë filozofike. Kam ikur 18 vjeç. Shpije. Unë kam ardhur në Berlin, fillova të shih në bush. Primi muaj e pak bëj 28. Shqipje në detorin e anë, më bëjë 10 vite në Gjermani. Që janë shqiptarë, më diskutojnë, nuk kam të avon asë një. A jam Gjerman? Asë njëherë nuk kam përqim Gjerman. Dhe kjo prapë nuk diskutohet. Pak në shumë që shoh punë, sepse nuk jam në një hipi kështu që të them jam qytetar i botës. Nuk jam qytetar i botës, unë jam shqiptar, qëtojnë në Gjermani. Pse dua unë në shtetësinë gjermane, duke e mbajtur ata shqiptarësh për të vetmi fakt sepse kushdo që ka qenë, domethënë nuk ka qenë një transfer për vetë një dokument. Edhe është thjesht një badge, është një diploma e shkollës, domethënë në shumë subjekte të ndryshme, domethënë është thjesht një letër për gatekeeping, që thjesht të jep mundësinë të vesh atje, por pas të ke vajtur nuk e çdo. Ti për të kryer integrimin në fare atë që thotë duja, ti nuk ka ç'të duhet ajo gjë. Për rregull, por që unë kam kryer s'ke kryer po, ta marrësh. Kjo është gjë pak shpirtërore, domethënë, sepse unë dua, u bën 10 vite, dua të marr në shtetësinë gjermane, por jo domosdoshmërisht që dua të shqiptar. Po, e kuptoj. Sepse unë nuk e shoh akoma veten time të zhveshur nga atë, domethënë në mënyrë të tillë. Patjetër. Që domethënë ta rrezoj komplet. Tani, një shteti gjerman, një person si Leoni, nuk do i votoj për dirama 2.0 në Berlin apo ku tillë. As nuk do i bëj protesta as një sepsion. Vetëm që është pasaportën time shqiptare ta mbaj në mënyrë simbolike. Se në fundin tim nesër pas ditës kur udhëzon dhe bën një të zgjedhur se nëse i mikson të dyja të kohës, pastaj ja probleme vetë gjithsesi. Po pra,
Megjithatë ti po e thua nga perspektiva jote, do unë e them nga perspektiva ime si një qytetare shumë e mirë e integruar këtu, shumë dinjitoze, duke bërë gjitha detyrimet e mia si qytetare këtu në Gjermani. Megjithatë, nga pikpamja e një partie ose nga pikpamja e një le të themi e një politikani, duhet marrë parasysh të gjitha le të themi rreziqet e mundshme. Nga mund të vinë rreziqet, siç mund të ketë njerëz si ne, të cilët sillen konform ligjeve të një shteti, në këtë rast të shtetit gjerman, mund të ketë edhe plot njerëz të tjerë të cilët mund ta vendosin shumë mirë në pikë pyetje, nga koha në kohë, mënyrën e funksionimit, motorin e funksionimit të shtetit gjerman, siç të përmenda shumë mirë protestën tmerruese në Syriani për të prezantuar kalifatin në Gjermani. Dhe për të mos u bindur, ose le të themi për të mos pasur si busull referimi sjelljeje kushtetutën gjermane, por për të pasur atë të kalifatit. Dhe për ta mbrojtur të gjithë këtë gjë, pra sistemin demokratik, patjetër që një parti politike duhet të marrë parasysh, një parti politike i duhet ta marrë këtë gjë në parasysh. Megjithatë, ne flasim vetëm në parim, sepse kjo gjë nuk është vendosur e para, e dyta, për të zhbërë si ligj, CDU-ja nuk do vjen vetëm pas një viti pushtet. CDU-ja do formoj koalicion, sepse kështu funksionon sistemi politik këtu në Gjermani, që pra, le të themi janë partitë që formojnë koalicion, janë qeveritë që përbëhen nga koalicione partitësh. CDU-ja do formoj koalicion me një parti tjetër. Partitë e tjera kanë votuar pro ligjit, kështu që i duhet një lloj shumice le të themi për ta zhbërë ligjin. Prandaj janë gjëra të pyetje ende, nuk mund të themi që shiko tani CDU-ja do ta zhbërë ligjin dhe si do bëjmë ne tani që do zhbëhet. Mendon se është mirë të zhbëhet ligj? Po, duke folur nga pikpamja ime personale, jo, nuk është. Jo nga pikpamja personale, nga pikpamja ideologjike, siç po diskuton. Pra si grundgedanke. Duhet të ketë raste Ausnahme. Pra duhet të ketë si për përjashtime. Duhet të ketë përjashtime sepse duhet të trajtohet individu si individ. E kanë shprehur këtë gjë që duhet të ketë përjashtime. Prandaj, siç është edhe ligji sot, pra në rast të integrimi shumë të suksesshëm të mund ta marrësh në shtetinë e pasqyrën. Pra siç ka raste përjashtimore në këto aspektin mund të ketë edhe duhet të ketë përjashtime edhe Mendoj që duhet të ketë përjashtime në çdo lloj gjëje, domethënë për faktin që dalin nuk dëgjon se ishin 3.000 apo 4.000 radikale, në rastin për kalifat, nuk mund zeron mua eksperiencën time me shumë persona që unë kam bashkëpunuar që i përkasin fesë islame, që janë qytetarë më të mirë gjerman. Shkon në popullacion për islam, shkon për ndryshimin. E di. Islamistën dhe radikal. Flasim për çarqe radikale. Unë respektoj gjithë çarqet, të flasim për gjëra radikale. Nuk e vënë dyshim, po më duke e mirë për ta përmendur domethënë sepse duhet të bëjmë një çik në paraprit gjatë që bëjmë nga FDS, sa FDS të sa mbajnë ndjerë dhe aq të varë. Domethënë unë prapë do të shpjegoj domethënë që nuk ka për pandera. Ne jemi vetë ti po punon në Bundestag, unë aty në kantier variant, secili punën e vet, po kena asë të tjera, pastaj e kemë rëndësishme. Kudo mund të ketë njerëz shumë të mirë, mund të ketë njerëz më pak të mirë. E rëndësishme është që kur funksionon struktura, edhe ai i cili është më pak i mirë ose i cili mund të ketë tendencë për të mos u bindur ligjit, do ta bindë. Kanalizohet, po. Do bindet, sepse është shembulli që jepet. Është shembulli mes njëri tjetrit që ti të bën ta ndjekësh atë gjë. Edhe po them që këto janë gjëra shumë delikate për të diskutuar, megjithatë lexova në media që CDU-ja do zhbëj ligjin. Këto janë gjëra, domethënë ka frika disa persona, janë gjëra të cilat hidhen si shashka në erë, por asgjë nuk është. Nuk është asgjë që sa propaganda Duhet të vijmë me këtë lloj kurthi, sepse këto janë gjëra që aty diskutohen projekt ligje shumë herë më shumë. Dhe në fund fare vendoset ashtu si kurse votohet në parlament. Prandaj demokracia në Gjermani funksionon, sepse ka shumë mendime, jashtëzakonisht shumë mendime, por ama ka një shumicë e cila respektohet shumica. Siç kemi dhe rastin e referendumit në Angli, në Britaninë e Madhe, për ta nxjerrë Britaninë nga Bashkimi Evropian. Edhe pse me një le të themi
me një majoritet shumë të vogël fitoi për ta pra që Anglia të ikte nga Bashkimi Evropian, sepse Trumpi u respektua vendimin. Edhe pse ishte një mazhorancë shumë e vogël, pra fitoi me një përqindje shumë të vogël, ata të cilët kërkuan daljen nga Bashkimi Evropian, sërish u çua vullneti i votuesve deri në fund. Dhe u respektua vendimi i referendumit. Dhe sot kemi atë rezultat që kemi. Një pyetje para shumë e zakonshme që bëj si përfundim të. Në qoftë se do i vije gjithë diçka që është kritike në Shqipëri, ku do e vije? Sa? Në qoftë se ti do ishe diktator si Juli Cezari dhe ke mandat 6 muaj, bësh vetëm një gjë dhe vetëm një gjë. Jo, nuk do thosha që të isha diktator, do thosha të isha një kryeministre në kohë demokracie. Sepse pse në kohë demokracie? Sepse në kohë demokracie ti ke shumë alternativë me cilat mund të merresh, dhe atë që vendos prioritet do thotë që vërtet është prioritet mes shumë alternativave. Ndërsa në kohë diktature, vetëm një alternativë do thotë që ti mund të mos jetë me mirëllueshëm, por një alternativë, është mungesa e mendimit edhe pluralizmit politik. Mendoj që arsimi do të ishte një temë ku duhet ndërhyrë me rënë. Pse dhe si? Po pse? Sepse mendoj që gjitha hallkat e tjera të funksionimit të një shoqërie, të gjitha profesioneve të tjera fillojnë prej arsimit. Fillojnë prej kopshtit, fillojnë prej shkollës. Nëse ti ke tekste shkollore të cilat sot mund të jenë shumë herë të reduktuara nga ato të cilat ne kemi mësuar kur kemi qenë në shkollë, apo mund të kesh mësues të cilët ndoshta për fat keq nuk arrin dot të jenë në nivelin e duhur, mund të kesh nxënës të pa interesuar, mund të ketë nota të marra pa merit, mund të ketë rënë niveli i notës, pra cilësia e mësimdhënies, gjitha këto, mund të ketë njerëz të cilët futen në punë në mënyra më të ndryshme. Të gjitha këto janë shenjë e një sëmundjeje tërësore të gjithë sistemit arsimor. Dhe duke e reformuar të gjithë këtë lloj strukture, ti e para përcjell shembullin se si funksionon, dhe e dyta, le të themi krijon njerëz të sinqert, atë që për ta mbyllur me atë që thash në fillim. Të sinqert në raport me tjetrin, por edhe në raport me veten. Pastaj se çfarë di unë sot, çfarë dua të mësoj nga shkolla, sepse dua ta arrit këtu dhe mënyra e vetme për të arritur aty është vetëm përmes dijes. Nuk është përmes rrugëve tjera më të shkurtra, por që fatkeqësisht janë prezente. Dhe prandaj mendoj që arsimi është shtylla themelore edhe shëndetësia, padyshim. Por arsimi për mua, le të themi, është shtylla kryesore e funksionimit të një shteti. Edhe për vetë arsyemen e shembullit që krijon tek fëmia, tek nxënësi, që nesër ai do jetë qytetari i asaj shoqërie, duke ushtruar aktivitetin e vet profesional në fusha të tjera, që s'mund të lidhje me arsimin, por ama aty ka marrë themelin e vet të formësimit karakterial. Edhe një shtesë të vogël të doja nëse e ke. Përveç këtyre gjërave, domethënë, persona si unë, apo një X person laboratorik, domethënë që në rrugë të pastra, pa janë qafë njeriu, ka arritur sa të pak sukses. Disa janë në një punë të mirë, disa tjera milionerë, të nuk ka rëndë fare. A mund të bëjnë ta diçka dhe nëse po, çfarë mund të bëjnë individ të tillë për bashkëmoshatarët ose edhe pak më të rinj të tyre që kanë humbur fillin, që mund të kenë dalë pak nga rruga që janë ato mënyrat e tjera që fatkeqësisht ekzistojnë. Po duke filluar në shembull nga iniciativa të vogla, duke u marrë me aktivitete të ndryshme, duke shpërndar mesazhe, podcasti për shembull, duke krijuar bashkëpunime me njëri tjetrin, formate të përbashkëta, projekte që mund të kenë të bëjnë me mjedisin, që mund të kenë një ndikim sa të vogël në atë lagjen e tyre, në atë shkollën e tyre, por ama që tregon një lloj sensi
sensibilizues dhe qytetari. Çfarë do të jesh qytetari në një shteti? Do të thotë vetëm të përmbushësh ato interesat që ke, le të themi shkosh në punë, shkosh në shkollë, shkosh në shtëpi më radh. Ti je qytetari në një shteti dhe të jesh vërtet i angazhuar, do të thosh të shkosh përtej kësaj. Të kesh edhe një aspirat shoqërore, edhe në formën e një iniciative civile, të kontribuosh me të voglën tënde. Sepse vetëm kështu mëson një model të caktuar, që ne e shohim këtu në Gjermani se sa e rëndësishme është angazhimi vullnetar pranë çdo strukture të caktuar, ama fakti që të rinjt këtu që në moshë të vogël angazhohen për të kryer detyrat vetë po, ndërkohë që në Shqipëri kemi këtë pak të pjesën që thosë e bëjmë prindrit për mua ose jemi pak. Unë mendoj që në Shqipëri jemi jo kaq të pavarur sa mund të jenë fëmijët këtu në Gjermani këtu. Ka një lloj ideje sikur janë mësohen me këtë pavarësi që të vegjël dhe fakti që do të thotë që ti mësohesh me pavarësi do të thotë që to figure it out yourself. Që ta pasuri për veten tënde se çfarë kërkon të arrish. Përse ne si shqiptar na duket edhe në fillim fare të çuditshme kur që në supermarkete kur fëmijët qanë gjëmarrën nuk i ndani njëroni kështu një ai ska. Na duket shumë që çmendur edhe këto që shqiptar sepse ajo është konsekvent. Nëse ai do të bëjë një herë, dy herë do lodhet dikur, do i mbarojnë lodhet dikur, domethënë dhe është ky formimi që janë shumë. Kjo është përgjegjësim, gjithmonë është përgjegjësim, se jam i bindur që ka nuanca si në çdo tjetër domethënë, por të kam marrë edhe prandaj unë kam implementuar, kam si flamantare tim ato që vetë çdo gjë më ska përgjegjësia personale. Individuale, edhe mënyra se si je rritur, ka të bëjë shumë midis familjar, ka të bëjë shumë midis shkollor, sepse është aspekti kryesor formësues i karakterit. Atë që ti nis në familje e plotson shkolla, atë që ti nis në familje mund edhe ta zhbëj shkolla. Totalisht. Prandaj unë them që arsimi ka të bëjë shumë, por që është kjo pjesa gjithmonë e angazhimit në aspekte të ndryshme të shoqërisë. Sa do e vogël dhe sa do pa shpresë që nuk duket situata. Edhe në Shqipëri bëhen gjëra të mrekullueshme në aspektin mund të ketë projekte shumë të mira, të cilat mund të ketë lexime libra që mund ndjek edhe në Instagram që bëhen nga individ të caktuar, bëhen lexime në radhën që ti kupton që shiko, ka një sens artistik, ka një sens letrar diku aty. Letërsia është shumë e rëndësishme. Unë pak studiuar letërsi. Se kjo ishte pyetja e parë në fakt që më erdhi në mendje, por nuk e di se ku kaluam. Se më fal, nëse po zgjatem pak. Si ka mundësi që një as i shkollës mesme Asë ma bëjtë gjithë këtë pyetje. Kjo ishte pyetja më perë në gjithë. Pyetja që mendoj që do më shoqëroj deri në fund të jetës, kjo do jetë pyetja. Si, unë nuk e kuptoj dot. Se ka kuptuar askush këto që kanë ditur, më kanë njohur shumë mirë, e kanë kuptuar. Se të gjithë mendonin se unë do shkoja për mjekësi, do bëja namin, do po. Por gjithmonë është ideja që prandaj them. Varet e thash dhe fillim duket, që mos e përsëris, çfarë të përmbush ty? Pra duhet ta kesh këtë dialogu me veten tënde, për të kuptuar se ku i ke pikat e forta dhe ku mund të jesh ti një profesionist shumë i mirë. Dhe jo thjesht për të bërë një zgjedhje sepse kështu të orienton tregu i punës, për shembull, ama kërkon një guxim të jashtëzakonshëm për të bërë një zgjedhje siç bëra unë. Prandaj unë të pyeta eksplicite që ç'punë të jashtëzakonshëm për të bërë një zgjedhje të tillë në momentin kur tregu i punës mund të flas tjetër, e kupton? Interesat. Nëse dikush ka thënë më ngjerë pa bukë, kur e fillon. Po, shiko, duke ditur këtë formimin tim edhe faktin me dëshirave të mia dhe të pasioneve që kisha përtej, thjesht mbaroja një shkollë, unë përgjithsisht në shkollë kam shkuar, duke qenë që prej klasës parë, kam shkuar thjesht për të marrë një notë. Ne kam pasur edhe sfidë me veten time, të kërkoja shumë, edhe kur ne merrja ditën, por nuk thosha jo, pak më shumë herë tjetër, pak më shumë herë tjetër. Ne kam pasur nuk kam qenë e kënaqur asnjëherë. Kërkoja gjithmonë perfeksion. Kjo është një gjë shumë e keqe për individin sepse të shkatron. Megjithatë e kam pasur këtë gjë dhe nuk kam shkuar në shkollë për notë. Dhe e dija shumë mirë që dhe arsimin tim të lartë, pra gjuhësinë dhe letërsinë, nuk do ndalej aty. Pra do ta përdorja për diçka tjetër. Do ta vendosja në funksion të një aspiranti tjetër shumë kisha për botën e diplomacisë dhe për botën e politikës. Shiko, letërsia është arti i fjalës. Ne e dim gjithë këtë.
Se diplomacia nga ana tjetër është art. Është art i gjetjes së fjalëve të duhura në kontekstin e duhur për të arritur qëllimin e caktuar. Pra themi që dhe bota e politikës është, unë kështu e konsideroj si një art. Jo, është konsens. Për të gjetur balancin e duhur mes asaj që thuhet, që duhet të thuhet dhe asaj që nuk mund të thuhet. Sepse te heq t'ja flet. Që që dëgjuar shumë mirë. Bëni gjëra që doni, unë për mua atë episodin e kaluar, të nuk e di se kisha një rend të vogël në vetën time, domethënë, dhe po shpreha një çik edhe idealet e mia dhe dëshirat e mia dhe u fokusova në gjithë kohës tek pjesa që do të bësh gjërat mira që i beson në mënyrë më të mirë të mundshme për kohën më të gjatë të mundshme pa hequr dorë, domethënë. Dhe një person tjetër, një individ, nuk kemi lidhje gjaku. Ka edhe shumë të tjerë që mendojnë në të njëjtën mënyrë. Bëni gjëra të bukura, bëni gjëra që doni, që janë të bukura, që janë të mira, mos bëni. Dhe mos u dorëzoni. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe bëni like, subscribe, comment, donacione në podcast deri në tjetër bashkë me papshim atje jashtëzakonisht shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për ftesën, kënaqësi që u njohëm dhe kaloj kohë shumë shpejt. Është një mirë. Shikojmë me Matildën episodin tjetër pasi do ketë në pushim. Po. Premtim publik për politikanët e ke parasysh? Do ta lëmë video të shkurtër për politikanët? Jo, kjo është pasi të bëjmë deputet. Unë kam akoma deputet. Okej, do të shtojmë lobingun të bëjë sa më përpara të deputete, që të na vi sa më përpara tek shumë faleminderit. Ciao. U lodhe? Jo. Bravo. Unë e uroj shumë sukses, shumë like. E si shkoj? Si do të? Nice fare. Më thua se do bëjnë një ndërhyrje ti. Ndërhyrje? Unë maksimalisht rëndësi. E po si dukesh, unë kam përshtypjen se dukesh. Ja, shumë bukur, vetëm se në qoftë do Si aplikojmë më shpesh pozicione, ndoshta. Nuk e di se do dalë si do duket më atë. Ndoshta duket më mirë. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.